Pjesën e dytë duam ta hapim me një mundësi dhe shpresë që realisht na sjell shumë pozitivitet. Shpresa për më në fund një gigant të përgjumur që është Teci i Vlorës të mund të vjetë në funksionim. Prandaj edhe i lutem regjis grafiku 3 përfitimet nga ndezja e Tecit Vlorë, të cilat do doja ti diskutoja në radhë parë me doktoresh Radonshiq, po i lexoj me juve, doktoresh, zgjohet e kemi thënë në thojza një aset që na ka kushtuar $112 milion apo euro, se në atë kohë euro me dollarin ishin aty, kur u ndërtua, pra në vitin duket i largët 2012, 14 vite më parë, nga një situash kredi e but e bankës botërore, por që nuk mundëm ta vinim në punë qoftë edhe një ditë. Do të na zëvendësoj importin, po të vjetë në punë kjo aset i fjetur, kemi dhënë edhe shifrën atje për vlerën që na siguron, kursim nga ulja e çmimit për bizneset, sepse me njerë do ketë efekt, e përmendi dhe profesor Ceko, pak për diversifikimin e burimeve të furnizimit të energjisë elektrike për bizneset, dhe njëkohësisht do kemi dhe aktivitet ekonomik lokal në Vlorën tonë, sepse do punësoj, do jenë disa qindrat punësuar, në nivel 8 milion euro. Në gjykimin tuaj, do të arrim të ndezim më në fund Tecin e Vlorës? Ne duhet të arrim të ndezim, pasi shohim që kemi një investim të madh që, siç tha dhe ju, nuk është përdorur, patjetër që ky investim duhet përdorur, por nga ana tjetër do të krijojë mundësi edhe për sektor tjerë, jo vetëm për Vlorën, por në fakt në përgjithësi për të gjithë sektorët do të krijojë një zhvillim, kështu që patjetër që mundësitë janë reale dhe do të krijojë një efekt pozitiv, qoftë në ekonominë lokale, po indirekt dhe në ekonominë e përgjithshme, le të themi, në gjithë vendin. Profesor Ceko, teknikisht, mundet të përshtatet Teci i Vlorës për të punuar me gazin e lëngshëm natyror? Tani duhet i kthehemi... Apo do jetë një investim që do na kushtoj përveç 112 milionëve që e ndërtuam? Unë do t'i kthehemi një histori të vitit 2002 për të parë shansin që humbëm, edhe çfarë mundësie kemi që të rikuperojmë shansin. Në vitin 2002, personalisht... 24 vite më parë, praktikisht një qerek shekulli. 25 vite më parë, kam patur një mision tregtar dhe kam vizituar zyrat e Rolls-Royce-it në Birmingham dhe në Manchester. Rolls-Royce-in e njohim si kompani që prodhon makina. Po, makinat me miliona euro vlerë. Makinat më të shtrenjta të botës. Rolls-Royce është kompania më e madhe në botë që prodhon turbinat e termocentraleve. Prodhon turbinat e... është biznesi numër 1, atë mos harrojmë. I kësaj kompanie të njohur në botë është biznesi numër 1. Prodhon turbinat e avionëve Boeing, dhe turbinat e avionëve Boeing, siç prodhohen për avionët, merren dhe instalohen paralel, jo në seri. Instalohen paralel 3-4 turbina, çdo turbinë ka 1 mega, supozojmë, ose varet se si e ndërton atë. Fuqinë elektrike të turbinës. Biseda që është bërë është, a ka mundësi Rolls-Royce të vi që të instalojnë në Shqipëri 3 turbina në Tecin e Vlorës, që të hiqe teknologjia vjetër, dhe të vendosën turbinat, po, ata thanë po. Ende pa u ndërtuar kjo e 2012. S'ka lidhje fare, unë flasë për 2002, 10 vjetë për para. Kuptoj. Dhe u ra dakord që përfaqësuesi i Rolls-Royce-it në Turqi të shikonte mundësinë të bënte fizibilitet. E që se Turqia ishte ma afër. Patjetër. Po jo, në fakt aty në Turqi prodhohen tamam to, se në Angli prodhohen makinat. Turqi prodhohen turbinat. Dhe studim fizibilitetit rezultoi me një mesatare $35 milion një turbinë, që ishte plotësisht brenda sasisë parave të cilat Banka Botërore i kishte si kredi për Shqipërinë për rehabilitimin e Tecit Vlorës. Tecit Vlorës, 10 vjetë për para se sa ta ndërtonte. Dhe ideja ishte që ky lloj Tecit furnizohej me 2 lloj burimesh energjie. Burimi primar i energjisë do të ishte, me vëmendje, qymyri linjit i Memaliajt, që ishte mjafti cilësor, i cili do spërkate me naftë bruto, që ne kemi naftën bruto. Po. Edhe pse kemi të rënë në spërkatin në përduan nacionor. Do i rritej fuqia kalorifike, qymyrit i rritet fuqia kalorifike kur e spërkat me naftë, do të digje dhe të prodhonte energji,
Njëra mundësi, Një mundësia tjetër do të ishte po kjo, që të ushqejë, si tu është po krytet. kjo, po afër tecit Vlorës të ngrihej një impjant për prodhimin e qymyrit koks. Qymyrit me vlerën më të lartë Që i kalorifike. rritet fuqia vlerë kalorifike, po prap me të pjesën e naftës bruto, dhe varianti tjetër do ishte LNG-ja. Që një qerek shekullin Që parë. në Faleminderit që solët në vëmendje. Ishte profesor Ceku. planifikuar që të ishte një pajisje, një gabin, e cila do të bënte të mundur lidhjen e këtyre 3 turbinave me gazin e lagshëm që të furnizon. Po, që në atë kohë si thua Rolls-Royce, Pastaj- teknikët e Rolls-Royce e kishin sjellë si mundësi. Në vitin 2003, unë organizova një konferencë ndërkombëtare për energjinë. Po, jo, s'ka që, domethënë, të themi më shumë, po, Ku erdhi dhe përfaqësuesi i Rolls-Royce. po nuk u arrit dot më vonë që të... Se përse nuk u arritur nuk e di. Po ishte një shans i humbur dhe jo e thatë me të drejtë. Unë vazhdova karrierën time në një Pra mund të tjetër. bëhet. Teknikisht gjendet zgjidhja Po, atëre, dhe jo shumë e kushtueshme. Teci aktual është i dizenjuar që të furnizohet me gaz. Pra e ka. Po. Brenda paketës së vet teknologjike. Është i dizenjuar të furnizohet me gaz. E kanë si mundësi. Patjetër. Jo Që si të mundësi, vjetë në po e punë. kanë 100% mundësinë. Më të lartën. Faleminderit që na e thatë këtë. Megjithatë, unë jam i detyruar që të bëj një retrospektiv për t'i treguar njerëzve se çfarë kemi humbur. Sigurisht. Jo. Për fat të keq, ekonomia jonë është një histori vërtet e dhimbshme e shanseve të humbura, po tani nuk kemi më kohë të humbasim më Shpresoj shanse. mos i humbim as to shanset e reja, se po vazhduam me të njëjtën mentalitet dhe humbim edhe Kjo këto nuk shanset e humbet, reja. jo, ky është një shans që të vjen një në herë në 1000 vjet që thonë populli edhe Ne jemi e kemi kampion për rrokur. të humbur edhe këto rastet shekullore, kështu që nuk më çudit më asgjë. Zakonisht të jeni optimist, kësaj radhe dëshironi të jeni pesimist, nuk ka gjë zoti Sefa, por në gjykimin tuaj, futja e tecit të Vlorës, në rast se përmes gazit të lëngshëm amerikan, do e arrim më në fund të ditë, që kemi pritur 14 vite deri tash. Eksakt. Na ndihmon, na jep një dorë të mirë. Po, absolutisht po. Jo vetëm që na ndihmon, po na pothuajse na bën pavarur energjetikisht nga pjesa e importit që ne nuk kemi më prej orekseve të tregjeve ndërkombëtare. E mbyllim atë Në kapitull një të konflikt i dhimbshëm. cili ndodh jashtë, Se kemi harxuar me 100 miliona importon më shtrenjtë, pothuajse e mbyll këtë pjesë duke prodhuar të gjithë energjinë brenda vendit, qoftë hidrike, qoftë me energji diellore, qoftë me gaz të lëngshëm. Edhe kërkesat e tua jo vetëm i mbulon, madje mund të arrijmë në atë pikë që ne të kthehemi në një net eksportues të energjisë dhe mos harrojmë që kemi një treg shumë të madh këtu afër, në cilin po ndërtojmë atë linjën e furnizimit do ndërtojmë linjën e furnizimit në toksor. Me kabull në New York elektrik. Italia, e cila deri në 2024, nëse 2025 akoma nuk ishin dalë shifrat teksa po shifra, ka në tregun energjetik ka importuar rreth 540 miliard euro në vit, gjithmonë për 2024, naftë dhe energji. Po nëse marrin vetëm pjesën e energjisë elektrike, ishin rreth 130-140 miliard euro. Edhe 1/3. Tani, sikur ti 1% të furnizosh Italinë me këtë, janë më shumë se 1 miliard euro në vit eksport me sigur 1%. Mundësit që kemi të pamata për eksport të energjisë në Itali. Pra, pikërisht sikur ti të arrish që të furnizosh 1% të tregut italian, bëhet fjalë për miliard euro. Nuk janë pak para. 1.3 miliard euro. Nuk janë pak para. Sikur 1%. Normalisht që kemi mundësi që ne ta eksportojmë shumë afër. Italia gjendet përballë një pikpyetje shumë të madhe, për të cilën unë mendoj që ata ja kanë dhënë përgjigjen, që pikpyetja ka qenë çfarë do bëjmë me jugun e Italisë. Sepse veriu i Italisë është i kopsitur. Është një vend industrial. Nëse veriu i Italisë shkputet nga Italia, del vendi i tretë në botë për fuqi ekonomike. Kupton edhe se çfarë dëmi i bën jugu shtetit komplet Italisë. Kështu që Italia e ka dhënë përgjigje pyetjes madhe çfarë do bëjmë me jugun. Jugu i Italisë do industrializohet dhe do shkojë drejt turizmit. Përfitojmë shumë ne, sepse jemi komshit më të afërt të jugut të Italisë. Italia është importues neto i energjisë. Po, e përmendi dhe zoti Shep. Po shikojmë sot rafinerit më të mira në Evropë ka Italia, naftës. Por ato ka vërtet një strukturë jashtëzakonisht moderne të rafinerisë. Stokazhet e naftës në Itali janë ndër më të mirat në Evropë. Hollanda i ka të parat, dyta është Danimarka, treta është Italia për stokazhe. Rafinerit i ka më për magazinat pra të mëdha të mbajtjes së naftës për punim. Për momentin rafinerit italiane punojnë me vetëm 20% kapacitet.
për shkak të pikërisht situatës, çmimit jashtëzakonisht të madh dhe bllokimit të ngushtisës së Hormuzit. Dhe mos harrojmë që janë italianët ata që zbulun naftën në Shqipëri. Shumë e drejtë kjo, edhe pse na sollët gati më shumë se sa një pikërisht në 1927, Nëse do t'i referohemi një shekull përpara. Koncesionit part naftës që është dhënë në vitin 1922, koncesioni është dhënë Anglo-Persian Oil Corporation, Drejt. kompani. Pastaj e ribleu Pastaj, kompania italiane e pas Agjip. 6 vjetësh, Britania bëri një marrëveshje në vitin 1927, Konti Ciano bëri një vizit në Londër, ku u takua me kryeministrin dhe Kemi shumë kohë për të zhytur në historikën. Se këto janë dhe kuriozitete për publikun. U taku me kryeministrin britanik të asaj kohe dhe me ministrin e punëve të jashtme dhe rënë dakord që Shqipëria të ishte pjesë e dominionit italian. Dhe mirë në bë sepse u zbulua nafta që ne, po të mos folu pasaj për profesor Stanisław Zuber. Do të themi kuriozitet. Brenda pak Nëse do të nështrohemi parametrave makroekonomik, viti më i mirë ekonomik i Shqipërisë ka qenë viti 1942-1943. Do flasim edhe për këtë krahasim kohor, por për momentin parametrat makroekonomik që ka patur viti 1942-1943 nuk vjen dhe nuk rekuperohen dot me fuqinë e dollarit të asaj kohe, sepse vendi jonë ishte ndër vendet e pata, ku kishin paritetin e dollarit amerikan me arin shqiptar. Dhe kjo ishte edhe arsyeja pse nuk ishin ndër vendet e pakta në botë që kriza e madhe botërore e viteve 1929-1933 nuk na preku, por pasi bëm këtë kredhje në historik, është mirë, doktoresh Radonqić, që të themi edhe përfitimet nga përdorimi i gazit të lëngshëm natyror. I lutem regjis grafikun 4, përpara se sa pikërisht të mbyllim këtë pjesë të dytë dhe t'ja kushtojmë pjesës së tretë vetëm interesit që kemi me një gjigant industrisë detare, ushtarake dhe civile italiane. Me juve po i lexojmë me gazin natyror të lëngshëm, mundemi ta bëjmë funksional, siç e tham, tecin e Vlorës, folëm gjëre gjatë për mundësi që na krijohet, po ta ndezim këtë tec, prodhimin e energjie më i qëndrueshëm gjatë gjithë vitit, e përmendi zoti Sefa, ulje importeve të energjisë, sidomos në periudha krizash, dhe stabilitet më të madh furnizimit me energji, fleksibilitet në menaxhimin e ngarkesës dhe balancim më të mirë me energjinë diellore dhe atë hidrike. Pra, është një energji mike edhe për këto dy energjit kryesore që ne i kemi sot dhe që doktoresh Radonqić, Banka Botërore na thot, ju keni inflacionin më të ulët në rajon sepse keni energjinë 100% të pastër. Është e vërtet, po të shohim këtu kemi përfitime makroekonomike, që janë përfitime vërtet shumë të rëndësishme, po dhe përfitime mikroekonomike, po të them mikroekonomike se do ndihmoj bizneset, disa sektor, po do ndihmoj dhe individin, se ne folëm se çfarë do të ketë përfitim, po qytetarët që na ndjekin duhet kuptojnë që me diversifikimin e brimeve energjetike do të ndikojë pozitivisht edhe në uljen e kostës së energjisë, se nëse ne diversifikojmë atëherë i bie që mos kemi varësi nga importi. Kjo është shumë e rëndësishme, pra për qytetarin mund të ulet kosto e energjisë, jo vetëm për biznesin. Dhe kjo është shumë e rëndësishme në fakt, sepse patjetër që ato që na ndjekin jo çdo gjë e kuptojnë, duhet dinë se po ato pra si individ çfarë përfitimesh do të kenë, kjo është një nga përfitimet që ato do të kenë. Dhe ju faleminderit, qëndrojmë ke ky përfitim. Tjetër, që është indirekt, që patjetër që nëse ndihmohen sektorët veçantë dhe prodhues siç tham, po dhe bujësia do të kenë dhe produkte me çmime më të ulta në kohën kur do të bëhen këto investime. Pra, jo vetëm do kemi energjinë që marrim, që ndriçojmë apo ngrofim apo ftofim banesat tona më të lirë, por ama edhe fruta, perimet, pra të produkteve të serave që përmendi profesor Ceko, do të jenë me çmim shumë më të përballueshëm, sidomos për kategorinë më pak të mundur që janë pensionistët tanë. Sepse energjia është kosto për një biznes, kështu që për sa kohë kemi ulje të kostës, kjo pasqyrohet më pas një çmim më të ulët. Mendoj që nëse do të reflektohet gjithmonë, se ne kemi edhe historira ku ulja e kostës reflektohet në rritin marrë fitimi, për shumë rasti kursit këmbim. Urojmë që të reflektohet drejt për së drejtin në uljen e çmimit. Do të ketë një nivel konkurreshmërie dhe kontrollit të çmimeve nëse do... Kjo është e rëndësishme, pra më fal, profesor Ceko, pra doktoresh Radonqić, ju e prisni këtë efekt pozitiv që nuk e thot shumë njerëz dhe faleminderit që e sollët. Pra, qytetari do jetë përfituesi kryesor i kësaj forme energjie, nëse neve do ta masivizojmë dhe
vendin tonë do ta gazifikojmë, profesor Ceko? Energjia është pjesa më e rëndësishme e kostove variabel. Jeni dakord që paraja së ardhmës është energjia? Po e kam thënë para ca kohësh. Lutem mos kthehemi dhe të kridhemi sërish në histori. Por energjia do të jetë kriptovaluta. E thot zoti Musk dhe shumë studiues serioz e përmendën apo jo zoti Sefa? Energjia është paraja e së ardhmës, gati e sotmes, me inteligjencën artificiale. Masku mund ta ketë thënë tani këto 2-3 vjet e fundit. Unë e kam thënë para 20 vjetësh. Ju e keni thënë edhe para Maskut. Në rregull, atëherë le të shikojmë, i lutem, regjis çfarë përfitimesh gjeopolitike zoti Sefa sjell partneriteti me SBA-t në gazin natyror të lëngshëm. Të mos harrojmë, kemi qenë para 4 vitesh, për fatin ton të keq, po të themi të keq në kuptimin që na humbi një rast, ishte një administratë tjetër që pas administratës Trump e mori, si thua, përgjegjësinë e drejtimit të vendit të SBA-ve në atë kohë, dhe kemi madje nënshkruar edhe një kontratë 4 vite më përpara në Washington me kompani shumë të forta të energjisë amerikane, shumë këndshme, gjigante, shumë këndshme gjigante të prodhimit të naftës dhe të shfrytëzimit të naftës, por edhe të gazit natyror. Në gjykimin tuaj, a e ndihmon gazi lëngshëm natyror, jo i lidhur i shoqëruar me naftën, tranzicionin energjetik të Shqipërisë? Absolutisht, vetëm ndihmon, po mund ta përfundoj tranzicionin. Pra ne jemi nga një vend tranzitor tashmë në një vend që shkon drejt stabilitetit plot, pra ta kalojmë një herë për gjithmonë këtë fazën e tranzicionit që u bë 30 e kusur vjet që vetëm i mbahemi nga mbrapa. Nga ana gjeopolitike dhe gjeoekonomike, stabiliteti energjetik, po e quaj, që mund të ketë Shqipëria si një pikë e fortë në rajon në këtë pikë, mund të japë një potencial të madh dhe mbi të gjitha një, përdor termin anglisht, leverage shumë madh në raport me fuqitë e tjera të Bashkimit Evropian, sepse energjinë ka nevojë gjithë, nuk ka asnjë sektor të jetës tonë. Ka një forcë lobimi të jashtëzakonshëm. Absolutisht, nuk ka asnjë sektor të jetës tonë, të ekonomisë jo e cila nuk ka në bazë energjinë. Pa energji nuk të ekzistonte sistemi jetës moderne. Kjo është shumë e qartë në çdo teori ekonomike. Dhe momentin që ne kemi këtë stabilitet energjetik dhe jemi eksportues neto, dhe madje Europa në një farë mënyrë na e ka nevojën në këtë aspekt, ose disa vende kryesore të Evropës, Italia na e ka nevojën, padyshim që ne kemi mundësi që të kemi pozita shumë më të mira negociuese kundrejt tyre, për të mos thënë pastaj që është një mundësi shumë e madhe që dhe mirëqenia e brendshme e shtetasve shqiptarë, që ky duhet jetë studimi kryesor, çdo qeverie. Ulja e çmimeve dhe rritja e fuqisë vlerës së popullatës mirëqenies. Rritja e mirëqenies. E përmendi doktor Shadoshi. Unë synoj ke rritja e mirëqenies. Ky duhet jetë parimi kryesor çdo qeverie, si të rrisi mirëqenien e qytetarëve të vet. Dhe energjia, ky transformim na jep të mundësi. Dhe lidhja me vendin, jo vetëm superfuqinë më të madhe botërore në aspektin ekonomik, ushtarak e tjerë, po edhe në aspektin energjetik, superfuqinë më të madhe. 600 miliard, pra profesor Ceko, importon në vit. Eksakt. Energji italie, në 3 forma. Na bën 600 miliard euro. Na bën që t'jemi në një pozitë shumë mirë, po do duhet që ne t'i luajmë kartat tona shumë mirë dhe do duhet bëjmë ato pjesë të punëve që duhet i bëjmë ne, duhet i bëjmë me rend dhe duhet i bëjmë si duhet dhe jo t'i lejmë për gjys. Kartat ishin të mira në 28 prill, kur firmos kjo marrëveshje në gjykimin tuaj? I kemi luajtur si duhet? Në plan, për sa kohë që erdhi ky investim, për sa kohë që erdhi dhe investimi tjetër që do flasim për... Jo e dini, Mali Zik ishte 10 vjetë që me e kërkonte tek kotori vetë i famshëm. Për sa kohë që erdhën dhe u firmosën, në letër në kartat i kemi shumë. Tani duhet të mos cedojmë ke pjesa e zbatimit. Se ne kam përshtypjen të cedojmë pak ke zbatimit. Korrupsioni është problemi më i madh i ekonomisë shqiptare. Urojmë 5 minutat e fundit të pjesës së dytë që realisht të mos na hyjë në për rrota pikërisht kjo si shqetësim. Ndërkohë, në gjykimin tuaj, sa investime të reja mund të sjellë zhvillimi i infrastrukturës së gazit tek ne? Praktikisht gazifikimi i vendit. Kemi folur disa herë. Po unë përmend, atë shpara përmend profesor Ceko dhe doktoresha Dënshigji që momentin që ti krijon stabilitet energjetik, mundet që shumë sektor prodhimi apo sektor të industrial të kesh mundësi në një bumi. Ndoshta jo ke gjithë sektorët industrial, po ke disa sektorë industrial që ti shikon që ke një avantazh krahasues,
për të afruar tregut përbashkët evropian, se në drejt atij po shkojmë, ke mundësi të përdorësh fuqinë energjetike për të dhënë një boom këtyre sektorëve. Dhe normalisht investitorët profesionistë në gjithë botën e shikojnë këtë gjë. Dhe nëse shikojnë këtë stabilitet energjetik, nëse shikojnë një luftë fort ndaj korrupsionit dhe informalitetit dhe një regjim rregullator të rregullt, pra i dinë që rregullat e lojës janë të njëjta, nuk ndryshojnë në mënyrë ad hoc, padyshim që ato tërhiqen dhe vinë investitorë. 3 minutat e fundit të pjesës së dytë, ju lutem miq, më lejoni të bëj avokatin e djallit dhe të bëj një pyetje jo provokuese, por në kuptimin ka njerëz që shqetësohen, thonë, ore, po kemi Azerbajxhanin, është i mbytur me gaz, po i çon gjithë Europës. Pse të mos bazohemi ke ata, po të shikojmë amerikanët në gjirin e Amerikës, në Texas, në Arizona, vjen, kalon me mijëra kilometra, ky gaz i lëngshëm vjen i shtrenjtë, shkon njerë në Greqi, pastaj vjen në Shqipëri, sepse e përmendi edhe, nuk e përmendi kode, bëri shumë i profesor Ceko, kompaninë greke, që është në pikërisht në bashkim të pronësisë edhe për projektin e gazit të lëngshëm përmes porteve greke. Amerikanët kanë preferuar të hyjnë përmes Vlorës dhe Kroacisë, duke mos zgjedhur as Bosnjë-Hercegovinën, as Malin e Zi, na zgjodhën ne dhe për ne është shans, po pyetja e avokatit djallit kjo është. Mos duhej të ngjiteshim më shumë tek Shadenizi edhe tek gazi natyror i shoqëruar me naftën, që është vërtet ai lloj gazi. Diversifikimi i portofolit është element bazë i uljes riskut. Ti nuk është të thënë që të fokusohesh vetëm tek njëri, ti diversifikon burimet. Mos harrojmë që tapi në origjinë nga Azerbajxhani vjen. Pra gazi tyre kalon nëpërmjet tapit. Fusha më e pasur në botë me gazin natyror Shadeniz. Pse ne të mos i diversifikojmë burimet, pra që kemi dhe Amerikën dhe Azerbajxhanin dhe të mos jemi varësi vetëm mirë na bën. Doktoresha Tashish, po, ne edhe na pëlqen Amerika është fuqi e madhe, fakti vetëm që na zgjodhi ndikon dhe pozitivisht në perceptim. Është dhe partneriteti jonë strategjik, që e forcojmë, sepse absolutisht që po. Politika amerikane në bazë të interesave të biznesit të vetë. Diplomacia u mendoj. Profesor Ceko? Tapi është me risk më të lartë se sa terminali i gazit të lëngshëm në Vlorë. Atëherë me këtë përgjigje po e mbyllim pjesën e dytë të emisionit për sonte, do t'i kthehemi pas pak minutave pushim për mesazhet publicitare, pjesë e tretë ku do flasim për diçka që kemi folur rrallë, ekonomia ushtarake e vendit. Me një zhvillim shumë pozitiv, përse është kaq pozitiv, përse pashalimanin ton nga ekrani i nostalgjisë i filmave të Kino Studios së re, po e sjellim në prodhimin real që do t'i bëj shumë mirë, jo vetëm ekonomisë ushtarake të vendit tonë, po edhe ekonomisë të gjithë Shqipërisë sonë. Për më tepër, pak minuta pushim dhe do t'i kthehemi me njëherë kësaj teme.